Emri im është Eleonora. Jam një grua që gjatë jetës sime kam përjetuar dhimbje, sakrifica dhe ëndra të shuar. Por asnjëherë nuk kam menduar se do të ndodhesha në një rrugë kaq të ndaluar, ku zemra ime do të rrezikonte gjithçka. Altini ishte dhëndri im. Por jo vetëm kaq, ai ishte gjithashtu një pjesë e familjes sonë që unë nuk kisha planifikuar të dashuroja kurrë. Vajza ime, shpresa e vogël dhe e pafajshme, ishte arsyeja për të cilën unë kisha vendosur të qëndroja larg emocioneve të ndaluara. Por fati kishte mënyrën e vet për të thyer çdo barrierë. Çdo ditë kur e shihja Altinin pranë shpresës, një ndjenjë ndaluar rrite brenda meje. Nuk ishte thjesht admirim, ishte diçka më e thellë, më e rrezikshme. Një ndjenjë që më bënte të ndjehesha e gjallë, por gjithashtu më tremte. Çfarë do të ndodhte nëse dikush zbulohej? Çfarë do të ndodhte nëse dashuria jonë ndaluar do të shkatëronte gjithçka që kishim ndërtuar për shpresën? Dhe kështu nisi një histori e fshehtë, e ndaluar, ku çdo moment i kaluar pranë Altinit ishte një rrezik, një tundim dhe një ëndër e ndaluar që po merrte formë mes dy botëve. Një botë ku unë isha nën dhe grua e respektuar, dhe një tjetër ku zemra ime ndjeu pasionin që nuk mund ta mohonte. Altini, dhëndri im, nuk ishte thjesht pjesë e familjes. Ai ishte djali i gruas sime të shtrenjtë, një djalë i ri, serioz dhe me një zemër të madhe. Fillimisht e njihja si burrin e shpresës, vajzës sime të vogël, dhe gjithçka që ndjeja për të ishte e lidhur me respektin dhe një mirënjohje të heshtur. Por diçka filloi të ndryshojë nga momenti që e pash atë për herë të parë pas një kohe të gjatë. Një mbrëmje të qetë ku shpresa po luante pranë dhomës së tij. Nuk di pse, por zemra ime filloi të rrihte më shpejt. Një ndjenjë që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë, një ndjenjë ndaluar që më tremte dhe njëkohësisht më tërhiqte. Altini nuk e dinte se unë e shikoja me këtë vëmendje të heshtur. Ai kishte atë mënyrën e tij të qetë, të ngrohtë, tërheqëse, që bënte që çdo person që qëndronte pranë tij të ndihej i veçantë. Shpresa e vogël nuk largohej nga ai, dhe unë e shikoja atë si një mësues të durueshëm, të kujdesshëm, duke udhëhequr vajzën time me dashuri dhe respekt. Por ndërsa e shikoja, diçka brenda meje filloi të shpërthente. Një ndjenjë që nuk mund ta shpjegoja me fjalë. Një ndjenjë që thjesht ishte aty, duke u rritur në heshtje. Ditët kalonin dhe ne vazhdonim të ndanim situata të përbashkëta për shpresën. Kur ishim së bashku në darka familjare, ose kur shpresa kishte nevojë për ndihmë me detyrat, unë dhe Altini flisnim shumë, shpesh për gjëra të zakonshme, por gjithmonë ndjeja atë lidhjen e fshehtë që rritej mes nesh. Nuk ishte thjesht një admirim i thjeshtë, ishte diçka më e thellë, diçka që ndoshta nuk duhet të ekzistonte. Një pasdite, ndërsa shpresa po luante jashtë, Altini më tha se kishte nevojë të fliste me mua për diçka private. Një ndjesë ankthi më pushtoi. A do të zbuloj ai ndjenjat e mia të fshehta, apo do të më tregoj diçka që do të ndryshojë gjithçka? Ishim vetëm ne dy dhe atmosfera ishte ngarkuar me tension. Ai filloi të fliste për shpresën, për përgjegjësitë tona si prindër, dhe për mënyrën se si duhet të ndërtojmë një ambient të sigurt për të. Por ndërsa fliste, unë ndjeva atë vëmendje të thellë që më bënte të ndjehesha ekspozuar. E ndjeshme dhe e dëshiruar njëkohësisht, Eleonora, tha i papritmas, dhe zëri i tij ishte i qetë, por i vendosur. Ka diçka që dua të them. Nuk e di si të filloj, por ndoshta nuk është momenti dhe vendi i duhur, unë ndjeva një ngushtësi në gjoks. Zemra më rrihte shpejt, dhe unë kisha frikë të merrja frymë. Çfarë mund të ishte kaq e rëndësishme që ta bënte Altinin të dukej kaq serioz? Ai vazhdoi të fliste, dhe çdo fjalë e tij ishte si një thikë e lehtë që prekte emocionet e mia. Nuk po më fliste për shpresën, por për diçka më personale, më intime. Ndjeva një afrimitet të papritur, një ndjesi që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Zemra ime po rrihte, mendimet më shpërndaheshin, dhe brenda meje po linte një ndjenjë që e dija se ishte tabu. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension dhe emocione të fshehta. Çdo takim, çdo bisedë, çdo shikim mes nesh ishte ngarkuar me atë tension të ndaluar që rritej me çdo ditë. Ndërsa përpiqesha ta mbaja larg zemrën time, diçka brenda meje nuk pranohej të heshte. Shpresa shpesh na ndërpriste, por ndonjëherë ndjeja atë afërsi, atë ndjesi që ishte e fshehtë dhe private. Një mbrëmje ndërsa shpresa ishte fjetur, unë dhe Altini u gjetëm të dy në verandën e shtëpisë, duke shikuar qiellin e natës. Ishte një heshtje e ëmbël, por e ngarkuar me atë tension të padukshëm. Ai ju afrua dhe tha, Eleonora, nuk mund ta mohoj më. Nuk mund ta mohoj ndjenjen që kam për ty. E di që është ndaluar, e di që është e rrezikshme, por nuk mund ta mohoj. Unë ndjeva një shok të fuqishëm brenda meje. Zemra më rrihte shpejt, fryma më mungonte dhe mendimet më shpërndaheshin. E dija se gjithçka mund të ndryshonte nga ky moment, por në të njëjtën kohë nuk mund të injoroja atë që ndjeja,
Altin fillova, por zëri më dridhej. Kjo është ndaluar. Nuk mund të ndodh. Shpresa familja, ai më mori dorën dhe e mbajti butësisht. E di, tha ai, por ndjenjat nuk e zgjedhin rrugën e tyre. Ata thjesht lindin, dhe unë nuk mund ta fsheh këtë më. Në atë moment, unë e kuptova se historia jon kishte nisur. Një histori e ndaluar, e rrezikshme, por po ashtu e zjarrt dhe e pamundur për t'u injoruar. Çdo përpjekje për të shmangur atë ndjenjë kishte dështuar. Dhe tani ne ishim të detyruar të përballemi me pasojat. Ditët e ardhshme ishin një lojë kujdesshme. Shikime të fshehta, prekje të heshtura dhe fjalë që nuk guxonin të thuheshin me zë. Çdo moment pranë Altinit ishte një përzierje lumturisë dhe frikës. Unë e dija se çdo hap mund të sillte skandal. Çdo ndjenjë mund të shkatëronte gjithçka që kisha ndërtuar për shpresën. Por zemra ime nuk kishte zgjedhje. Ajo tashmë ishte në duart e tij. Dhe kështu nisi një rrugë që askush nuk mund ta parashikonte. Një rrugë e ndaluar, e mbushur me pasion, frikë dhe dëshirë. Një histori që do të provonte kufijtë e moralit, dashurisë dhe besnikërisë. Dhe ndërsa shpresa ishte ende e pafajshme në botën e saj, ne po përjetonim një histori që do ta ndryshonte jetën tonë përgjithmonë. Tërheqja e ndaluar dhe tensioni i fshehur ditët që pasuan qenë të mbushura me një heshtje të ngarkuar dhe tension të pandalshëm. Eleonora ndjente çdo lëvizje të Altinit me një qetësi të rreme, ndërsa zemra e saj rrihte me shpejtësi çdo herë që ai afrohej. Çdo bisedë për shpresën, çdo këshill edhe nga Altini, tashmë kishte një dimension tjetër, një dimension të padukshëm për të tjerët. Por shumë të dukshëm për të dy, shpresa e vogël dhe e pafajshme vazhdonte të luante pranë tyre, pa e kuptuar tensionin e heshtur që ekzistonte. Ajo ishte arsyeja që Eleonora përpiqej të mbante gjithçka nën kontroll. Por zemra e saj nuk mund të heshte më. Një mbrëmje, ndërsa shikoni shpresën duke vizatuar në sallon, Altini ju afrua dhe i tha me zë të ulët: Eleonora, nuk mund të vazhdojmë kështu. Çdo moment që kaloj pranë teje, ndihemi tërhequr. Nuk është thjesht ndjenja. Është diçka që nuk mund ta shmang. Eleonora ndjeu një dridhje të brendshme. E dija se çdo hap i tillë ishte rrezik, çdo shikim i tij mund të zbulonte atë që ndjenin të dy. Por ajo nuk mund të shmangte atë magnetizëm të papërmbajtshëm. Ditët e punës, ushtrimet e përbashkëta me shpresën dhe aktivitetet familjare u bën një lojë kujdesshme. Ata komunikonin përmes shikimeve të heshtura, buzëqeshjeve të vogla dhe gjesteve të lehta që nuk kuptoheshin nga të tjerët. Por çdo moment i tillë kishte një rëndësi të madhe për ndjenjat e tyre. Një ditë, ndërsa shpresa po flinte pas dite, Altini dhe Eleonora u gjetën të dy në verandë, duke shikuar qiellin. Ishte një heshtje e qetë, por çdo fjalë e pathënë ishte një urdhër i padukshëm për zemrat e tyre. Altini ju afrua dhe mbajti dorën e Eleonores, një gest i thjesht por i fuqishëm. Eleonora, tha ai, diçka ka ndryshuar mes nesh. Nuk mund ta injoroj më. Zemra ime nuk është më e lirë të hesht. Eleonora ndjeu një dridhje që i kaloi gjithë trupin. Fryma i mungonte, mendimet i shpërndaheshin, dhe ajo e dinte se çdo hap që do të bënte tani do të kishte pasoja. Altin, duhet të jemi të kujdesshëm. Shpresa familja foli me zë të ulët, por Altini e shikoi me intensitet. E di, por ndjenja nuk mund të fshihet. Ajo thjesht është aty, dhe ne nuk mund ta mohojmë. Kështu filloi një fazë e re në marrëdhënien e tyre. Tensioni dhe pasioni filluan të ndërthuren me përkujdesjen dhe frikën e fshehur. Ata filluan të gjenin momente të vogla për të takuar në mënyrë private, për të biseduar, për të ndarë ndjenja dhe për të kuptuar më mirë njëri tjetrin. Çdo takim ishte një përzierje e lumturisë dhe ankthit. Një pasdite, ndërsa punonin së bashku për të organizuar dhomën e shpresës, duart e tyre u prekën rastësisht. Një dridhje kaloi mes tyre. Eleonora ndjeu një ngazëllim të papërmbajtshëm. Altin, duhet të kemi kujdes, tha ajo duke fshehur dridhjet e saj. Por Altini buzëqeshi butësisht. Çdo prekje me ty ndjehet e drejtë, edhe pse e ndaluar. Të dy filluan të kuptonin se zemrat e tyre ishin bërë njëri tjetrit të pandashëm, pavarësisht rregullave dhe etikës që i ndante. Dhe ndërsa shpresa ishte ende e pafajshme dhe e lumtur në botën e saj, Eleonora dhe Altini po ndjenin një pasion që nuk mund ta mohonin më në këtë pikë. Historia e tyre filloi të përballet me dilema morale dhe emocionale. Si të ndajnë ndjenjat e tyre pa e lënduar shpresën, si të ruajnë reputacionin dhe respektin e familjes, dhe si të përballojnë një botë që nuk do ta kuptonte kur dashurinë e tyre të ndaluar. Çdo ditë ishte një sfidë. Një fjalë rastësishme, një shikim i gjatë, një buzëqeshje e fshehtë, të gjitha këto ishin pjesë e lojës së tyre të ndaluar. Dhe ndërsa emocionet rriteshin, edhe rreziku rritej.
Një histori e ndaluar, e rrezikshme, por gjithashtu e zjarrt dhe e papërmbajtshme, kishte nisur të merrte formë. Kulmi i ndjenjave dhe sfidat e zemërzitët dhe netët e heshtura ku Eleonora dhe Altini ndanin momentet e tyre private kishin krijuar një tension të paparashikueshëm. Çdo shikim, çdo buzëqeshje e fshehur, çdo prekje e rastësishme kishte një peshë të madhe. Zemrat e tyre ishin bërë njëri tjetrit të pandashëm, dhe megjithse e dinin se ndjenja e tyre ishte ndaluar, nuk mund ta ndalonin dot. Një mëngjes, ndërsa shpresa ishte në shkollë, Eleonora ndjeu nevojën për të folur hapur me Altini. Ishte një moment i rrallë ku mund të diskutohej pa ndërprerje, dhe secila fjalë kishte rëndësi të madhe. U ulën pranë dritares që përballonte kopshtin, dhe heshtja e mëngjesit u mbush me emocionet e fshehura. Altin, tha Eleonora duke shikuar duart e saj të përbashkuara. Nuk mund ta mohoj mendjenjen që kam për ty, por nuk mund të harroj se çfarë do të thotë kjo për shpresën. Për familjen Altini e shikoi me butësi, duke kuptuar frikën dhe përgjegjësinë e saj. E di, Eleonora, por ndjenja nuk pyet për rregulla apo etikë. Zemrat tona nuk mund të injorohen, dhe unë nuk mund ta mohoj më këtë që ndjej për ty. Por ne duhet të jemi të mençur, të kujdesshëm, sepse çdo hap i gabuar mund ta lëndojë shpresën. Eleonora ndjeu një dridhje të brendshme. Ishte një luftë midis dëshirës dhe përgjegjësisë, midis pasionit dhe etikës. Ajo e dinte se çdo ndjesje e shfaqur mund të shkatëronte gjithçka që kishte ndërtuar për vajzën e saj, por zemra nuk e lejonte të qëndronte larg. Në ditët që pasuan, ata filluan të takoheshin në momente të fshehta. Një shikim i gjatë pasditeve, një bisedë e heshtur gjatë ushqimit, një prekje rastësishme kur përkujdeseshin për shpresën, çdo gjest kishte rëndësi, por çdo moment i tillë ishte gjithashtu një provë. Si të ruanin fshehtësinë dhe të mos lëndonin shpresën, ndërkohë që zemrat e tyre rrinin për njëri tjetrin. Një mbrëmje, pasi shpresa kishte fjetur, Eleonora dhe Altini u gjetën përsëri pranë verandës. Hëna shkëlqente mbi kopshtin e qetë, dhe ajri ishte i mbushur me një heshtje të ëmbël. Altini mbajti dorën Eleonores dhe tha me zë të ulët: Eleonora, nuk mund të vazhdojmë kështu pa e kuptuar të ardhmen tonë. Nuk mund të jetojmë vetëm me momente të fshehta. Çdo ditë është një torturë. Eleonora ndjeu lotët të dalin pa kontroll. Ishte një përzierje e lumturisë dhe dhimbjes. Altin, çdo gjë që ndjejmë është ndaluar. Çdo hap që bëjmë mund ta dëmtojë shpresën. Nuk mund ta bëj këtë tek ajo, por Altini e shikoi me vendosmëri. Dhe unë nuk mund të qëndroj larg teje më. Zemra ime thjesht nuk e pranon këtë, por ne mund të gjejmë një rrugë, një mënyrë të kujdesshme për të mos e lënduar shpresën. Kështu filluan të mendojnë për mundësitë e tyre. Si të shfaqnin dashurinë e tyre pa ekspozuar shpresën, si të gjenin momente të fshehta, si të ruanin imazhin e një familje të përkushtuar. Por çdo plan ishte i mbushur me rrezik. Një hap i gabuar dhe gjithçka mund të shpërbëhej. Një ditë, ndërsa shpresa kishte një festë në shkollë, Eleonora dhe Altini u gjetën vetëm në dhomën e saj. Një moment i heshtur ushtri mes tyre, dhe pa folur njëri tjetrit, ata u afruan. Një përqafim i butë, një prekje ngrohtë, dhe ndjenjat e tyre shpërthyen në mënyrë të papërmbajtshme. Ishte një ndjesi që ata nuk mund ta mohonin, një dashuri që i kishte kapur të tërë dhe që nuk mund të ndalohej. Por pas këtij momenti, realiteti u kthye fuqishëm. Shpresa erdhi duke qeshur dhe Eleonora dhe Altini u ndan menjëherë, duke fshehur emocionet e tyre. Ata e dinin se çdo gabim mund të shkatëronte gjithçka. Për javët që pasuan, Eleonora dhe Altini vazhduan të jetonin midis pasionit të fshehur dhe përgjegjësisë së madhe. Çdo moment pranë shpresës ishte një kujtesë se dashuria e tyre ishte ndaluar, por gjithashtu e pandalshme. Ata filluan të kuptonin se ndonjëherë zemra dhe arsyeja nuk shkojnë bashkë, dhe se dashuria e ndaluar mund të jetë e bukur dhe e dhimbshme njëkohësisht. Kulmi i historisë së tyre nuk ishte thjesht pasioni, por edhe forca për të përballuar pasojat dhe dilemat morale. Ata kuptuan se çdo ndjenjë e shfaqur duhet të jetë e matur, çdo hap duhet të jetë i kujdesshëm, dhe çdo vendim duhet të mendohet për shpresën dhe të ardhmen e saj. Në këtë mënyrë, historia e Eleonores dhe Altinit u shndërrua në një rrëfim të fuqishëm mbi ndjenjat e ndaluara, pasionin e fshehur dhe përgjegjësinë që vjen me dashurinë. Një histori që tregon se zemra mund të zgjohet në mënyra të papritura, dhe se ndonjëherë rruga drejt lumturisë kalon përmes sfidave më të rënda. Dashuria e ndaluar që gjen paqeditë kaluan dhe Eleonora dhe Altini vazhduan të jetonin mes tensionit të fshehur dhe lumturisë së ndaluar. Por me kalimin e kohës, ata kuptuan se për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme, duhet të përballeshin me realitetin dhe të gjenin një mënyrë për të jetuar dashurinë e tyre pa lënduar shpresën.
Një mëngjes të bukur pranvere, Eleonora vendosi të fliste hapur me vajzën e saj. Shpresa ishte rritur disi dhe kuptonte më shumë nga bota përreth saj. Eleonora e thiri pranë dhe me kujdes dhe butësi, i shpjegoi se dashuria merr forma të ndryshme, dhe se njerëzit që dojnë njëri tjetrin mund të jenë të lumtur duke qëndruar së bashku me respekt dhe ndjeshmëri. Shpresa e vogël e përqafoi nënën e saj dhe i tha: "Unë dua që ju të jeni të lumtur, nën. Dhe nëse Altini është ai që të bën të buzëqeshësh, atëherë dua ta shoh këtë." Fjalët e saj ishin si një bekim i heshtur. Eleonora ndjeu një peshë të madhe që i ishte hequr nga supet. Ajo kuptoi se dashuria e saj për Altinin nuk do të shkatëronte botën e shpresës, por mund ta bëjë më të plotë dhe më të lumtur. Pas kësaj, Eleonora dhe Altini filluan të organizonin jetën e tyre me kujdes. Ata gjetën mënyra për të ndarë kohën dhe dashurinë e tyre pa ekspozuar ndjenjen e ndaluar në mënyrë të dëmshme. Çdo moment pranë shpresës u bë një mundësi për të krijuar kujtime të bukura dhe për të mësuar se dashuria nuk është vetëm pasion, por edhe përgjegjësi dhe përkujdesje. Një mbrëmje të qetë vere, kur dielli po perëndonte dhe kopshti i shtëpisë ishte i mbushur me ngjyrat e ngrohta të mbrëmjes, Eleonora dhe Altini u ulën pranë verandës, duke mbajtur dorën e njëri tjetrit. Shpresa luante pranë tyre, e qeshur dhe e lumtur. Ishte një moment perfekt, një përzierje e qetësisë, dashurisë dhe paqes që nuk e kishin përjetuar më parë. Eleonora e kuptoi se ndjenja e saj e ndaluar nuk ishte më një burim ankthi, por një rrugë drejt lumturisë së vërtetë. Altini me buzëqeshjen e tij të butë e shikoi dhe tha: "Eleonora, gjithçka që kemi kaluar na ka bërë më të fortë. Dhe tani e di se dashuria jon mund të ekzistojë pa lënduar askënd. Madje, mund të bëjë jetën tonë dhe shpresës më të bukur." Ata u përqafuan butësisht dhe për herë të parë në muaj, ndjenjat e tyre nuk ishin më të mbajtura fshehur. Ishte një dashuri e ndaluar që kishte gjetur paqe, një histori që kishte kaluar përmes provave të vështira, por që tani po lulëzonte në mënyrë të sigurt dhe të bukur. Shpresa, e qeshur dhe e lumtur, ju afrua dhe tha: "Jam kaq e lumtur që ju të dy jeni së bashku. Kjo është dashuria më e bukur që kam parë ndonjëherë." Eleonora dhe Altini e shikuan njëri tjetrin me sy plot emocion dhe mirënjohje. Ajo ishte një dashuri që kishte sfiduar rregullat, normat dhe frikën, por kishte fituar në fund. Dhe ndërsa dielli perëndonte dhe hëna fillonte të shfaqej mbi kopsht, ata kuptuan se dashuria e ndaluar, kur trajtohet me kujdes dhe respekt, mund të gjejë një vend për të ekzistuar dhe për të sjellë lumturi në jetën e të gjithë familjes. Në atë mbrëmje të qetë, Eleonora, Altini dhe Shpresa ulën pranë njëri tjetrit, duke ndarë një moment paqeje dhe dashurie të plotë. Ishte fundi një historie tabu, por fillimi një jete të re, ku zemrat mund të ndjejnë lirshëm, dhe ku dashuria dhe familja gjetën një ekuilibër të bukur dhe emocional.